Sot do të bisedojmë rreth temës së drejtësisë në Kur'an dhe disa nga pyetjet të cilave do të mundohemi të japim përgjigje janë si më poshtë. Çfarë vendi zë drejtësia në Kur'an? Cilat janë disa prej aspekteve shoqërore të shoqërisë së drejtë në Kur'an? A mundemi ne si muslimanë në Shqipëri të implementojmë direktiva kuranore të drejtësisë jo vetëm në jetën tonë familjare dhe komunitare, por edhe në sferën publike të shoqërisë? Këto përgjigje do të përpiqemi t'i kërkojmë dhe duke u referuar librit The Quran and the Just Society nga autori Ramon Harvey. Rëndësia e temës së drejtësisë në Kur'an. Brenda botkuptimit të Kur'anit, përgjegjësia e vazhdueshme njerëzore për të vendosur drejtësinë në shoqëri identifikohet si një nga arsyet e zbritjes së shpalljes në botë. Siç thot Allahu në ajetin 25 të surës Hadid, ne I dërguam të dërguarit tan me shenja të qarta, librin dhe peshoren, që njerëzit të mund të vendosin drejtësinë. Është ajeti 25 siç e thash I surës 57 Hadid. Këtu të dërguarve u jepen 3 elementë: argumente për të provuar vërtetësinë e tyre, libri që përmban detyrimet e ligjit të shpallur dhe peshorja që mishëron ligjin natyror apo natural law, siç është një term me një fjalë I njohur në filozofi, të vendosur brenda krijimit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ky ajet është I ngjashëm me ajetin 17 të surës Shura, ku Allahu thot, është Allahu ai që e ka zbritur librin me të vërtetën dhe ka zbritur peshoren. Këto elemente janë dhënë për një arsye shumë të veçantë, t'i japin mundësinë njerëzimit që të vendosë drejtësinë. Peshorja përmendet edhe në ajetet 7, 8 dhe 9 të surës Rahman. Ai e ka ngritur qiellin dhe ka vendosur peshoren që ju të mos e kaloni masën në peshore. Bëjeni peshimin me drejtësi dhe mos lini mangët në peshore. Sura Rahman 7, 8, 9. Që është një sure mekase. Për sa kohë që peshorja lidhet me drejtësinë, fakti që ajo përmendet këtu 3 herë tregon rëndësinë themelore të saj, pra të drejtësisë, si të qëndësishme për rendin e krijimit të Zotit dhe gjithashtu për marrëdhëniet njerëzore. Siç transmetohet se profeti ka thënë, qiejt dhe toka janë të ngritura, sallallahu alaihi wasallam, qiejt dhe toka janë të ngritura mbi drejtësi. Kjo është një shkëputje nga stadi Kur'an. Tani nisur nga ajetet, Harvey shoqërinë e drejtë, që është dhe subjekti I librit të tij, e përkufizon si shoqëria e ngritur mbi urtësinë e librit të Zotit, e cila përputhet me peshorën e vlerës morale. Një shoqëri e tillë e drejtë është aspirata më e lartë morale e qytetërimit njerëzor, si veprimtari kolektive, duke shfaqur brenda saj, përveç drejtësisë, të gjitha vlerat e tjera të lavdërueshme siç janë mëshira, mirësia dhe devotshmëria, por që të gjitha paraprihen nga drejtësia. Dhe Harvey si subjekt të librit të tij ka shoqërinë e drejtë apo just society siç e quajnë, dhe jo drejtësinë shoqërore apo social justice. Dhe ai këtë e shpjegon duke thënë që shpreha drejtësisë shoqërore, pra social justice, mund të përfshijë të gjithë fushën shoqërore, duke përmbledhur çështjet politike, socioekonomike dhe ligjore. Pra këto janë 3 dimensione të drejtësisë, që do t'i shohim edhe gjatë trajtimit sotëm. Pra në sferën ekonomike dhe politike. Megjithatë, thot Harvey, ajo përdoret zakonisht në kuptimin më të kufizuar të drejtësisë socio-ekonomike, pra vetëm në sferës ekonomike dhe pa e përfshirë atë politike dhe juridike. Për këtë arsye, thot ai, unë parapërgjej shprehjen drejtësie shoqërisë, pra societal justice, për konceptin gjithëpërfshirës kuranor të drejtësisë, pra politik, ligjor dhe ekonomik. Dhe shpirti njerëzor ka njohje për drejtësinë dhe Harvey thot në lidhje me këtë, vendosja e peshores nga Zoti është bërë për të testuar aftësinë e njerëzve për të jetuar në përputhje me të. Peshore e përmendur në ajete, pra të surës Hadid, libri Shenjat edhe peshorje, mund të kuptohet si peshore e vlerës morale, analogu kuranor I ligjit natyror, që përmendet më parë, që është natural law. Një filozofi që pohon se disa të drejta, vlera morale dhe përgjegjësi janë të qëndësishme në natyrën njerëzore dhe mund të zbulohen përmes arsyes. Dhe që lidhen edhe me bisedën rreth fitrës që kemi bërë edhe më përpara. Drejtësia që Kurani thret audiencës së tij të vendos, pra mbështetet në realizimin e urtësisë së ligjit të shpallur të Zotit nëpërmjet shpalljes, të ndërtuar mbi ligjin e tij natyror. Nëpërmjet peshores, diskursi kuranor e paraqet shoqërinë e drejtë si të ndërtuar mbi themelet e ligjit natyror. Ligji hyjnor e plotson dhe përkryen ligjin natyror.
Në Kur'an koncepti i ligjit natyror shprehet përmes konceptit të fitrës, përmendur në ajetin 30 të surës Rum, ku Allahu thotë: "Drejtoje fytyrën tënde me përkushtim ndaj fesë. Prirjes së natyrshme që Allahu ka vendosur te njerëzit, nuk ka ndryshim në krijimin e Zotit. Kjo është feja e drejtë, ndonse shumica e njerëzve nuk e dinë." Fitra është rrethoj e beslidhjes së hershme të përmendur në ajetin 172 të surës Araf, ku Allahu thotë: "Risill në kujtesë kur Zoti ju nxori nga bijtë e Ademit, nga hijet e tyre, pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë: A nuk jam Zoti juaj? Ata u përgjigjën: Po dëshmuam." Dhe i pranimit të amanetit në ajetin 72 të surës Ahzab, ku Allahu thotë: "Ne u afruam amanetin qiejve, tokës dhe maleve, por ato refuzuan ta mbartin barrën e tij dhe u friksuan prej tij, ndërsa njeriu e mori atë përsipër." Nisur nga këto ajete, sot Harfi, duket që Kurani e pohon faktin se normat bazë të moralit mund të njihen nga arsye e njeriut, që ndodhet në gjendjen e fitrës së pastër. Sa i takon aplikueshmërisë së këtyre parimeve kuranore në realitetin e sot nga ana muslimanëve, që është edhe një nga pyetjet që ti shtrove në fillim të bisedës, Harvey thotë se pavarësisht se i konceptoi parimet etike të Kuranit si vlera universale, çështja e zbatimit praktik të tyre në kohë dhe vende përtej kontekstit fillestar të shpalljes mbart një rrezik sot, me cilin përmballen studiuesit që janë njëkohësisht aktivistë shoqëror, aktivizmit të cilëve mund t'i mungojë formimi shëndosh akademik. Për shumë mendimtar musliman bashkohor, qëllimi i nxjerrjes së parimeve të tilla etike, pra universale, është pikërisht në mënyrë që të interpretohet në mënyrë bashkohore shariati. Fakti që unë, thot ai, nuk e trajtoj drejt për drejt kontekstin aktual pasqyron kufit e dijes dhe ekspertizës time, si edhe gjykimin tim, se Kurani duhet të kuptohet thellësisht përpara se të përdoret në funksion të ndonjë agjende reformuese përtej kontekstit fillestar të shpalljes. Dhe ky është një diskutim që ne do ta rimarrim edhe në fund të bisedës, pasi kemi diskutuar edhe disa gjëra, edhe disa ajete të tjera të librit, për me dialogu me Harvin, që a ka mundësi që neve të zbatojmë ndonjë pjesë të këtyre direktivave për drejtësinë shoqërore tonë, sira e profetit alayhis salam, apo edhe ajetet që do lexojmë. A na ndihmojnë neve që të gjejmë një paradigmë apo një kornizë tek e cila neve t'i kërkojmë shoqërisë aplikimin e drejtësisë? Apo jemi të dënuar të rrim vetëm ke qëndrime teorike, siç ai sugjeron fort. Okay. Diçka që ai e konsideron gjithashtu të rëndësishme dhe themelore për me kuptuar edhe këtë që sapo theti, është konteksti historik i gadishullit arabik në shekullin e 7. Pra ai e përrëndësi njohjes së kontekstit në cilin diskursi kuranor u njoft. Për të kuptuar parimet e Kuranit të shoqërisë së drejtë, nevojitet një vlerësim i thellë i mishërimit të tyre konkret në histori, çka nuk kupton njohjen e veçorive të shoqërisë arabe në shekujt 6 dhe 7 të erës sonë, si sfondi kontekstual në cilin zhvillohet diskursi kuranor. Një veçori është konteksti politik. Çfarë ndodhte në Arabin e kohës? Shoqëria arabe para islame kishte një organizim politik fisnor, dhe kjo nuk vlen vetëm për Mekën dhe Medinën, por në përgjithësi gjithë vendbanimet e gadishullit ishin të karakterizuar nga një model i tillë. Në këtë kontekst vlen të përmendet pakti i Fudullit apo Hilful Fudul, siç njihet tek tekstet e sirës apo të historisë, apo i të virtytshmëve, një aleancë e formuar për të rikuperuar një borxh që një antar i shoqërisë lartë mekase, pra një nga Kureshët, i detyrohej një tregtar jemenas. Kjo përbën një shenjë domethënëse se Meka para islame kishte jo vetëm konkurrencë fraksionesh, pra nën grupesh, por edhe përpjekje për të mbrojtur standarde drejtësie përtej interesit fisnor, pra ligjit të më të fortit. Tani ka disa hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam që flasin dhe dëshmojnë për një aleancë parimore në cilën ai ka marrë pjesë, jo të mbështetur në interesa ekonomik apo politik, siç ishte dukuria e kohës, si më thanë. Ai thotë që kam qenë i pranishëm në shtëpinë e Abdullah ibn Judan në një pakt që ka qenë më i dashur për mua se sa një kopet devesh të kuqe, që ishte simboli i diçkaje të shtrenjtë dhe luksoze dhe pasurisë më të shume. Sikur të ftohesha në një të tillë duke qenë në Islam, pra duke qenë profet, do të përgjigjesha. Dhe hadithi është tek Bejhakiu. Në një hadith tjetër ai thotë, të ngjashëm por disi më të zgjeruar, kam dëshmuar, thotë, pra kam qenë i pranishëm paktin e bijve të Hashimit, Zuhrës dhe Temit, dhe nuk do të më gëzonte asnjë kopet devesh të kuqe në këmbim të shkeljes së tij nga ana ime, sikur të ftohesha sot. Në një pakt të tillë do të shkoja, që të urdhëronim të mirën, edhe thotë në shumës, të frenonim të keqen dhe t'ja merrim të padrejtit atë që i takonte atij që i është bërë padrejtësi. Pra, këto hadithe janë
argumentuese që disa vlera morale ekzistonin në shoqërinë arabe para islamit, ai që thot Harvey, ai që është ligji natyror, pra këto vlera në përputhje me fitrën, vlera universale të mbajtjes së drejtësisë. Që kemi thënë edhe kur kemi folur për murruan e arabëve të xahilies. Dhe konteksti dhe përveç kontekstit politik, Harvey trajton në libër edhe kontekstin juridik dhe aty thotë se Arabia nuk ishte një qeverisje të centralizuar, dhe asnjë sistem juridik që të pranohej dhe njihej si i tillë nga të gjithë. Pra bëhet fjalë për gjithë fiset apo gjithë gadishullin. Kur rregullimet kërcënonin rendin brenda fisit, bëheshin përpjekje për të trajtuar ato sipas nocioneve të së drejtës zakonore me të cilat qeverisej fisi. Nëse lindte mos pajtim ose shfaq konflikt mes fiseve rivale, rruga kryesore ishte kërkimi i gjykimit nga një burim i njohur më i lartë autoriteti, që në këtë rast vepronte si arbitër mes palëve. Kjo është jashtëzakonshme. Tregon që kishin sens drejtësie dhe nuhatje. Dhe pavarësisht këtij kërkimi për një arbitrazh të besueshëm, mungesa e një kushtetute bazë që të referoheshin të gjitha fiset, ose një grupi parimesh praktike etike në një kontekst ku të gjithë kishin besnikëri ndaj fisit, mund të çonte shumë lehtë në anshmëri. Pakti i Fudulit tregon se në Arabi ekzistonte një tension shoqëror, thot Harvey, midis prirjes së përgjithshme të anshmërisë, që është e pashmangshme nga natyra njerëzore, dhe prishmërisë që një arbitër të mbronte një standard më të lartë morali në përputhje me konceptin e përhapur të burrërisë murruese, që e ka përmendur Toshihiko Izutsu kur kemi fol në takimin e parë. Ky është konteksti apo rëndësia që Kurani jep drejtësisë në perspektivën juridike dhe politike, por ata nuk kishin vetëm jetë politike dhe juridike, para së gjithësh ata, siç e dimë, ishte një shoqëri tregtare dhe tregtisë dhe drejtësisë në tregti Kurani i jep një rëndësi të posaçme. Parimi bazë kuranor rreth pasurisë është që pasuria i takon Zotit dhe që njeriu është një mëkëmbës në menaxhimin e saj. Kurani mbron të drejtën themelore personale për të poseduar pasuri dhe pronë si themel të jetesës dhe aktivitetit ekonomik njerëzor. Megjithatë, kjo e drejtë nuk është absolute, pasi çdo person shihet në realitet thjesht si një administrator i begatisë së lënë trashëgim nga Zoti bashkësisë në tërësi. Kjo është e rëndësishme, pra bashkësisë në tërësi. Pikpamja morale e Kuranit, e mishëruar edhe në legjislacionin e tij, vendos kështu në mënyrë të nënkuptuar një ekuilibër midis nevojave të grupit dhe atyre të individit, që është diçka që etika kapitaliste as nuk e merr fare për bazë. Etika e tregtisë. Tani, një numër ajetesh të Kuranit të zbritur në Mekë përqendrojnë vëmendjen te parimet e praktikimit me drejtësi të tregtisë. Ajetet e mëvonshme gjatë fazës medinase të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam e marrin këtë kornizë të përgjithshme etike duke e pasuruar me urdhëresa më specifike. Siç e dimë, Kurani i Medinës është goxha më tepër juridik dhe plot me dispozita se ai Mekas. Ajeti 152 i surës An'am urdhëron: jepeni masën dhe peshën të plot sipas drejtësisë. Në mënyrë të ngjashme është formuluar edhe ajeti 35 i surës Isra. Jepeni masën të plot kur masni dhe peshoni me peshore të sakta. Në dallim nga ajeti i surës An'am, që vendos standardin e tregtisë së drejtë nëpërmjet dhënies së peshës së plot, ajeti i surës Isra specifikon përdorimin e peshores së saktë për të arritur këtë qëllim. Dhe ai që bie në sy në këto ajete është përdorimi i formës urdhërore. Pra profeti alayhis salam me gjuhën e Kuranit nuk është i këshillon shoqërinë e vet për më drejtësi, por i urdhëron për drejtësi. Dhe këtu mund të themi që thirrja e profetit alayhis salam i kishte të dy këto komponentin doktrinar dhe komponentin e vlerave dhe sistemit të jetesës. Ashtu siç feja, siç kemi thënë edhe një episod më parshëm, ka këto dy dimensione, dimensionin doktrinar teologjik dhe dimensionin e vlerave dhe mënyrës së jetesës, ashtu edhe thirrja që drejtohej popullit nga profeti alayhis salam apo edhe nga profeti Shuaib, siç do ta shohim më mbrapa, i kishte të dy këto komponentin teologjik të adhurimit të Zotit dhe mos shoqërimit të tij asgjë tjetër në adhurim dhe të zbatimit të normave që vendosin drejtësinë në shoqëri. Siç del nga sura Kafirun. Po. Dhe nga pikpamja gjuhësore, pra këto ajete, ajeti i surës An'am dhe surës Isra, që përdorin formën urdhërore, pra jepeni masën të plot, synojnë ndikim në realitetin ku ato thuhen, dhe jo thjesht të ofrojnë idealin për të ndjekur. Ky model komunikimi përsëritet në ajetet e ngjashme në tregimin e ngjarjeve të profetit Shuaib.
Ai përmend disa herë në Kur'an dhe karakterizohet si thirrës për të drejtësia shoqërore, krahas adhurimit të papërdyer të Zotit. Kështu ajeti 85 i surës Araf e përshkruan kështu thirrjen e Shuaibit drejtuar popullit të tij: O popull im, robrojeni Allahut. Ju nuk keni hyjni tjetër përveç tij. Ju ka ardhur një argument i qartë nga Zoti juaj. Prandaj jepeni masën dhe peshën të plot. Mos u alini mbangët njerëzve atë që u takon dhe mos shkaktoni korruptim në tokë pas vënies së gjërave në vendin e duhur. Lidhësja prandaj në frazën prandaj jepeni masën dhe peshën të plot e lidh urdhrin e Shuaibit për ndrejtje shoqërore me argumentin e qartë që ai ka sjellë si profet, duke përdorur këtë argument si dëshmi e autoritetit të tij për të reformuar praktikën e njerëzve. Rregullimi i praktikës ekonomike, pra nuk është aspekti huaj për shpalljen, ai është një nga rrjedhojat e saj në fushën shoqërore. Ndërsa ajeti 84 surës Hud e përshkruan kështu fjalët e Shuaibit drejtuar popullit të tij: O popull im, robrojeni Allahut, ju nuk keni hyjni tjetër përveç tij. Mos e lini mangët, masën dhe peshën, unë ju shoh në gjendje të mirë dhe kam vërtet frikë se mos ju zënë ndonjë ditë një dënim gjithëpërfshirës. Pra thoni e Shuaibit këtu, unë ju shoh në gjendje të mirë, e bën mashtrimin e tyre në tregti edhe më të pajustifikueshëm. Pasi kishin nga e keqja. Nuk ishte nga nevoja, por ishte nga për shkak të korruptimit moral dhe shpirtëror. Tani populli i Shuaibit i jep një përgjigje që për situatën aktuale tonën ndoshta tingëllon e çuditshme, por ai ta thashtat që është shumë e rëndësishme dhe themelore, ndoshta një ndër gjanat më të rëndësishme që do të themi. Në ajetin 87 të surës Hud, Allahu thot që ata i thonë: O Shuaib, ato urdhëron namazi yt që ne të lëm adhurimin e asaj që adhuronin etërit tan, ose të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam, që do të thotë mirë dimensioni teologjik dhe doktrinar, që do të thotë tipo na urdhëron për tek Allahu për t'i lanë idhujt tan. Por po na detyron që fal këtij namazit tuaj apo përmes ti, namazit tënd, ne që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam. Ti je edhe ai buti dhe i udhëzuari. Dhe kjo është sarkastike. Kjo përgjigje në formë pyetje habitore tregon shumë. Atyre nuk ju besohet se si është e mundur që Shuaibi kërkon që me devocionin e tij të ndikojë jo vetëm në besim dhe adhurim, por edhe çfarë bëjnë me pasurinë e tyre, që do të thotë namazi i Shuaibit, mund duket paradoksalisht kam me gjuhësore, i vendos ata në krizë. Ata pretendojnë se sfera e adhurimit duhet të ndahet nga sfera e veprimtarisë ekonomike, diçka që ne e kemi konsideruar dhe e kemi citu apo e kemi përmend me termin sekularizëm. Gjithashtu ata i shtrembrojnë fjalët që zakonisht shprehin lavdërim për të nënkuptuar të kundërtën përmes një toni të nënkuptuar tallës. Kështu thotë frazën ti edhe ai buti dhe i udhëzuari e kthejnë një deklaratë sarkastike, duke e qortuar për atë që ata e perceptojnë si mungesë tolerance, pra ai po i vendosë disa kufi të cilët ata nuk i dëshironin, dhe udhëzimi të drejtë duke e marrë për smbrapthi. Tani ka një shkatërrim të paralajmëruar nga korruptimi ekonomik në këtë mes, sepse me mjetin tjetër përforcues ndaj foljen vërtet, pra që nuk ishte asnjë dyshim, të përdorur në shprehjen kam vërtet frikë, Shuaibi alayhis salam shpreh qortimin e tij se praktika e pandershmërisë në tregti, e theksoj, praktika e pandershmërisë në tregti, ndërkohë që gjendja ekonomike është e mirë, do ta çojë popullin e tij drejt një fundi shkatërrues. Kjo frikë materializohet disa ajete më vonë në surën Hud, në ajetin 94 dhe 95 përkatësisht, ku Allahu thotë: Dhe kur erdhi urdhri ynë, ne e shpëtuam Shuaibin dhe ata që besuan bashkë me të, me mëshirën tonë, ndërsa ata që bën padrejtësi i zuni britma e fuqishme dhe u gjetën të vdekur në shtëpitë e tyre, të rrëzuar në gjunjë sikur të mos kishin jetuar kurrë në to. Dhe ajo që të bën përshtypje tek ky ajet kush është që megjithse thirrja ose urdhërimi i Shuaibit për drejtësi ekonomike nuk pati efekt tek populli dhe nuk e korrigjoi gjendjen e tij, ajo bë sebeb që Shuaibi dhe njerëzit që beson me të shpëtonin prej shkatërrimit. Pavarësisht rezultatit që në plan parë duket se nuk erdhi. Dhe ky është një argument i mjaftueshëm që pse besimtarët në çdo lloj shoqërie apo dhe si musliman këtu duhet përpiqen për drejtësinë, sepse eventualisht në një shkatërrim që mund të ndodhë shoqërisë, Zoti me mirësinë e vet do të shpëtojë ato besimtarë të cilët urdhëronin shoqërinë për drejtësi. Në mënyrë të ngjashme siç shpëton Lutin edhe familjen e tij nga shkatërrimi që i ndodh popullit të tij. Dhe ky urdhërim për drejtësi nuk kufizohet vetëm në Mekë, ai vazhdon edhe në Medinë, pra
nuk urdhërojnë vetëm jo muslimanët për drejtësi, por urdhërojnë edhe muslimanët për drejtësi, dhe ajetet mendinasin mbi tregtinë e drejtë zakonisht i shtjellojnë më tej parimet e përgjithshme të shpallura në Mekë me detaje specifike. Një përjashtim i mundshëm, thot Harvey, është grupi i ajeteve që hapin surën Mutaffifin, për të cilën është thënë se ka zbritur gjatë rrugës së hijretit të profetit sallallahu alaihi wasallam nga Meka për në Yathrib, ajetet e partës së cilës thonë mirë ata që japin mangët në masë, të cilët kur blejnë nga të tjerët e kërkojnë masën të plot, por kur matin apo u peshojnë të tjerëve në shitje, u japin më pak se ç'duhet. Duke se ka një lidhje domethënëse midis kohës së zbritjes së kësaj sureje dhe veprimtarisë së hershme të profetit në Medinë, e cila përfshinte ngritjen e një tregu si rivali tregjeve të tjera tashmë të pranishme në qytet, sepse tregtia e drejtë tek e cila bën thirrje Kurani është një cilësi e përgjithshme etike, së cilës duhet ti përmbahen edhe muslimanët, ashtu sikurse jo muslimanët. Pra, thirrja për drejtësi nuk i adresohet vetëm jo muslimanëve, sepse duke supozuar në mënyrë gabuar se muslimanët automatikisht duke qenë besimtarë nuk kanë nevojë të përkujtohen për të përmbajtur drejtësisë. Harvey referohet edhe pasazhi që e konsideron si tekstin procedural më të hollësishëm të Kuranit mbi tregtinë, që është ajeti 282 i surës Bekare, i cili njihet edhe me emrin si ajeti borxhit, ku besimtarëve u kërkohet të dëshmojnë dhe shkruajnë borxhet që i kanë njëri tjetrit. Çështja që thekson Harvey në këtë ajet është arkitektura morale e procedurës. Përgjegjësia për mbajtjen e drejtësisë këtu shpërndahet te disa aktorë shoqëror. Kontratet e drejta nuk mbështeten vetëm nga dy palët, ato që japin edhe marrin njëra tjetrën, por nga struktura mbështetëse të komunitetit, që në këtë ajet, në këtë rast, përshkruan si shkruesi i dokumentit, kujdestarët dhe dëshmitarët, integriteti të cilëve i mbron të dobtit nga shfrytëzimi. Që në fakt duhet të theksoj që për kohën është një avangardë e padyshim në kuptimin e drejtësisë dhe procedurës se si ligji duhet të implementohet. Krahasu me botën dhe me gjendjen e konceptit të drejtësisë nëpër botë. Tjetër çështje e rëndësishme është mishërimi i shtimit pasurisë duke shfrytzuar të dobtin lidhur me kamatën. Ndalimi më i ashpër i një marrëdhënie dypalshe në Kur'an ka të bëjë me kamatën, apo me atë që quhet interes, apo në termin kuranor riba, një fjalë që nga ana gjuhësore në arabisht nënkupton shtim, një koncept më i gjerë se sa kuptimi që mbart fjala kamat apo interes bankar. Ndërsa kamata referohet vetëm paras së dhënë hua me interes, ribaja në arabisht referohet shtimit të padrejtë pasurisë së një personi në kurrizë të një tjetri, që do thotë ka një nuancë më të fuqishme. Është një koncept shumë i gjerë se sa thjesht interesi nga huaja. Përkthejë dobët, nëse e përkthejmë vetëm si hua dhe interes. Prandaj ndalimi i ribas dhe i llojeve të tjera të ndaluar të transaksioneve është një mjet për të frenuar abuzimin në diferencimin e natyrshëm të pasurisë brenda shoqërisë, në mënyrë që të pasurit të mos e sigurojnë jetesën e tyre në kurrizë të varfërve. Urtësia e ndalimit të ribas shpjegohet në ajetin 39 të surës Rum, që është ajeti i parë i zbritur mbi këtë temë. Çfarëdo shume që e huazoni në formë kamate, pra ribaje, që të shtohet nga pasuria e njerëzve të tjerë, nuk shtohet në sytë e Zotit. Ribaja është pasuri që rritet përmes pasurisë të tjerëve dhe e zvoglon mirëqenien, e zvoglon mirëqenien e njerëzve, në vend që t'i shtojë vlerë sferës ekonomike. Sepse kreditori i siguron fitimet nëpërmjet një marrëdhënie ku mungon reciprociteti i ndërsjellët. Ajeti numër 41 i surës Rum, që vjen menjëherë pas ajetit 39 të sapo përmendur, thotë: korruptimi, pra fesadi, është përhapur në tokë dhe në det si pasojë e veprave të njerëzve. Ngjashëm me historinë e popullit të profetit Shuaib alayhis salam, Kurani përsërit vazhdimisht se ekziston një lidhje e ngushtë midis praktikës së padrejtë ekonomike dhe korruptimit të shoqërisë, që është aplikueshme si në rastin e Shuaibit apo edhe në rastin e ribas. Dhe pasazhi i fundit Kur'an që flet për riban është ajeti 275 i surës Bekare, ku Allahu thotë: ata që marrin kama do të ngrihen nga varret në ditën e ringjalljes, si ai që ka goditur shejtani me prekën e tij. Kjo nga se ata thonë tregtia është si kamata. Fraza e fundit pritet të ishte riformuluar në rend të kundërt nga ata që legjitimojnë kamatën. Pra, të mos ishte tregtia si kamata, por të ishte kamata si tregtia. Por kjo kategori njerëzish, thot Harvey, kur akuzohen, kalon në kundërsulm ndaj bashkëbiseduesve të tyre, duke argumentuar se mund të thuhet po aq mirë se tregtia është si ribaja.
sepse sipas tyre nuk ka dallim mes fitimit të nxjerrë nga interesi një huaje dhe fitimit nga shitja e madrave me marzh. Dallimi është se një person që blen me çmim të caktuar, dhe këtu vim të argumentimi ekonomik që pse ribaja nuk qëndron si transakcion i drejtë ekonomik. Pra një person që blen me një çmim të caktuar dhe shet me fitim duhet marrë në pronësi mallin dhe të mbaj përgjegjësi financiare për të. Pra këtu jemi te tregtia. Midis momentit të blerjes dhe rishitjes ekziston mundësia e ndryshimit të kushteve të tregut dhe rrjedhimisht një element rreziku në transakcion. Ai që hua me riba nuk shet një objekt real, por nxjerr fitim duke shitur një borxh. Shitësi i këtij borxhi nuk i nënshtrohet rrezikeve normale të tregtisë, por përkundrazi është në gjendje ta bëj pasurinë e tij të shtohet përmes pasurisë së njerëzve të tjerë, siç thot ajeti 39 i surës Rum që e cituam më përpara. Pra ndalimi i ribas është një masë që synon të presë rrënjën të shfrytëzimit brenda shoqërisë, duke vendosur një kufi për llojin e fitimit që njerëzit mund të bëjnë nga kontratat e tyre me përqim të ndërsjellët. Pra që nuk mjafton vetëm përqimi ndërsjellët, por ai transakcion duhet të jetë një transakcion i drejtë, që mungon marrëdhënies së huadhënies me interes, apo me kamat apo me riba. Kjo lidhet edhe me nevojën që drejtësia ka në rishpërndarjen e pasurisë, sepse e kundërta bllokimi i saj është diçka që praktikisht është e dënuar. Pasuria e Zotit, pra pasuria i takon Zotit dhe njeriu është vetëm në këmbës dhe menaxhues i asaj, siç e tham pak më lart. Lidhur me këtë, në Kur'an, zotërimi individual i pasurisë mbështet mbi të njëjtat parime të mëkëmbësisë kolektive që lidhen me tregtinë. Kështu, e drejta e njeriut për të mbarshtuar dhe për të nxjerrë fitim nga burimet e kësaj bote ekuilibrohet me detyrimin ndaj bashkësisë për ta rishpërndarë të mirat e fituara tek ata që kanë më shumë nevojë, që do të thotë është një detyrë dhe jo thjesht një lëmosh apo një bamirësi. Kurani urdhëron dhënien e lëmoshës së njohur si zakat, si një detyrë morale që trajton si problemin e jashtëm shoqëror, ashtu dhe veset e brendshme negative, sepse rrënja e fjalës zakat në arabisht në kupton pastrim dhe rritje për dhënësin, pra për atë që jep. Shpenzimi i një pjese të vogël të pasurisë kuptohet si pastrim për pjesën tjetër, e cila kësaj shtohet nga bereqeti. Ndërkohë, zemra pastrohet dhe hapet, kurse lakmia dhe kooperacia luftohen. Dhe një element që bën në sy në ajetet mekasit që flasin për bamirësinë apo për zakatin është prap toni urdhërues. Pra ashtu siç ajetet që flasin për drejtësi ekonomike janë urdhëruese, edhe ajetet që flasin për dhënie bamirësie, lëmosh apo zakati janë po ashtu urdhëruese. Në Kur'anin Mekas përmenden 6 kategori kryesore: njerëzit si marrës së lëmoshës, që janë të afërmit, nevojtarët, lypsit, udhëtarët, jetimët dhe robrit. Fjala hak apo e drejtë e përdorur shpesh në ajetet ku kërkohet dhënia e lëmoshës tregon se marrja e ndihmës nga nevojtarët konsiderohet si një drejtë e tyre, kashi atyre që kanë mundësi të japin. Ekzistenca e një praktike shoqërore të dhënies së një të dhjetës nga korrja për të varfrit duket se konfirmohet nga ajeti 141 i surës An'am. Pra, praktika e dhënies ishte e njohur tek arabët e xahilietit. Dhe ku Allahu thot, jepni të drejtën e fryteve, pra wa atu haqqahu thot Allahu në arabisht, ditën e korrjes së tyre, dhe nga tregimi për pronarët e kopshtit në ajetet 17 dhe 33 të surës Kalem, që do të thotë se praktikën e dhënies së një pjese të korrave, Kurani e merr dhe përforcon si një nga kategoritë e pasurive për të cilat duhet dhënë zakat, në vend që ta shpik te kategorinë nga e para. Dhe në Medinë ndodh jashtë quajtur institucionalizim i dhënies dhe mbledhjes së zakatit. Janë ajetet medinase, ato të cilat e zhvillojnë gradualisht parimin bazë të rishpërndarjes së pasurisë në një institucion juridik, pra përfundimtar. Zakati shfaqet si një shtyllë e Islamit, krahas namazet, duke kërkuar një përqindje të caktuar të pasurisë së individit, e cila në fund mblidhet nga funksionarët e bashkësisë. Në ajetin 7 të surës Hashr, që është një sure medinase, gjejmë edhe një nga urtësitë e mekanizmit shoqëror të zakatit në tërësi, që pasuria të mos qarkullojë vetëm në mesin e të pasurve për jush. Pra zakati duhet dhënë, sepse përndryshe ajo bllokohet dhe qëndron në duart e më të pasurve, që është një ndër gjanat më evidente që mund t'i lexojmë në shoqërinë dhe kontekstin ton ekonomik. Me që pasuria në të vërtetë nuk i përket personit që e zotron, siç e thamë më lart, atë vetëm për një farë kohë në jetën dhe ai e zotron atë vetëm për një farë kohë në jetën e kësaj bote, ajo nuk duhet të mbahet për herë larg njerëzve që mund të kenë më shumë nevojë për të.
Për më tepër, siç ilustrohet në rastin e profetit Shuaib a.s., një shoqëri e padrejtë dhe e pabalancuar në marrëdhënien mes anëtarëve të saj bëhet një shoqëri e korruptuar dhe përjashtim nga ky rregull nuk bëjnë as shoqëritë muslimane. Pra këto ishin pak a shumë për drejtsinë në sferën ekonomike apo të tregtisë. Harvey në libër tek edhe drejtsinë në sferën politike. Dhe ajo që bie në sy nga trajtimi që i bën Kurani drejtësisë politike është se aty nuk derivohet ndonjë model institucional për mënyrën se si do të funksionojë institucioni i qeverisjes politike, por jepën disa parime të përgjithshme të ushtrimit të pushtetit në mënyrë të drejtë. Kurani i bën pohimet për sundimin në përputhje me vullnetin e Zotit, kryesisht përmes historive të popujve të mëparshëm dhe jo në formën e një manifesti politik. Kjo nuk do të thotë se Kurani hesht për temën e politikës, sepse ai flet sipas mënyrës së tij, ku fetarja ka dimensionin e vet politik. Pra nëse është fetare, është pashmangshmërisht edhe politike. Po, dhe ti nuk ke nevojë që të fetarës ti vesh një element politik aty, ndërkohë që ajo vetë ka atë. Në vend që të jap një legjislacion politik të hollësishëm, Kurani jep një numër parimesh që duhen zbatuar në çdo sistem qeverisje, thotë. Meqense qëllimi i përgjithshëm i fushës së drejtësisë politike është të sigurojë një udhëheqje për vendosjen e drejtësisë shoqërore në tërësi. Fjalët kyçe për konceptet kuranore të legitimitetit politik janë mulk, që është sundim, dhe khalifa, që është mëkëmbës. Allahu thot në ajetin 26 të surës Ali Imran se sundimi në kuptimin e sovranitetit të vërtetë i takon vetëm Zotit dhe jo njeriut. Thuaj, thot Allahu në këtë ajet, o Zot, zotruesi sundimit, ti ja jep sundimin atij që do dhe ja heq sundimin atij që do. Ideja themelore e kalifit në Kur'an apo e khilafetit është njeriu si mëkëmbës, i ngarkuar me detyrën për të jetuar sipas peshores, thot Harvey, që Zoti ka vendosur në krijim dhe kjo në sferën e ligjit natyror. Në përputhje me cilin vjen edhe libri. Dhe kjo në sferën shoqërore nuk kupton mbajtjen e drejtësisë, vendosjen e ligjit të Zotit dhe ndrejtjen e korruptimit toksor. Një funksion i tillë mund të shihet si pasojë logjike e amanetit që ju dha qenieve njerëzore, sepse ato ashtu siç janë në gjendje të binden ose mos i binden Zotit në sferën individuale, po ashtu duhet të marrin përgjegjësi për rregullimin e drejtë të shoqërisë së tyre në sferën publike dhe kolektive. Dhe një ndër tezat që Harvey shtjellon tek libri vet është që roli i historive në Kuranin Mekas janë dhe shërbejnë si instruktive për fazën medinese të profetit dhe të Kuranit sallallahu alaihi wasallam. Modelet politike që shfaqen në historitë e bashkësive të mëparshme, pra të profetit të mëparshëm, shërbejnë si sfond për të farktuar me sukses bashkësinë e besimtarëve në kontekstin e tij shoqëror dhe politik. Duke marrë në konsiderat trajektorën e misionit të profetit dhe hijretin nga Meka për në Medinë, del se materiali kuranor i zbritur në fazën e parë, larg të qenit jo politik, merret pjesërisht me ndërtimin e një precedenti historik për ushtrimin e pushtetit profetik. Prandaj, thot Harvey, shpalljet mekase përbën një parathënie historike për temat e veprimit politik që do të shfaqet në praktik vetëm në mjedisin e mundsuar nga Medina. Por këtu ka diçka që ne e kemi përmend edhe më përpara, që ne historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe leximin e gjithë Kuranit e lexojmë nga retrospektiva jon si diçka që ka filluar dhe tashmë është mbyllur. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me bashkësinë e tij nuk ishte në dieni se çfarë do t'i ndodhte dita ditës, ajo më të kishte dieni se çfarë do të ndodhte vite më vonë me hijretin e Medinës. Prandaj në momentin që janë shpallur këto histori, pra në Mekë, profeti nuk e dinte që misioni i tij do të kishte një fazë të dytë në Medinë. Për shembull, një rast hipotetik, nëse në Taif do të kishte sukses mënyra se si bisedoi me ta, mund të ishte zhvendosur gjithë bashkësia në Taif dhe historia do të kishte marrë një rrjedh tjetër. Por ashtu ishte caktimi i Zotit dhe ndodhi ajo që ne e njohim. Në ajetin 9 të surës Ahkaf, ai thotë, unë nuk jam i pa precedent nga mesi të dërguarve, që do të thotë përpara meje ka pas të tjerë dhe nuk e di se çfarë do të bëhet as me mua dhe as me ju. Është më me vend të thuhet se historitë e bashkësive të mëparshme të besimtarëve ofrojnë vizionin islam të dinit, që përfshin si aspektin doktrinar, edhe ato të mënyrës së jetesës për të thirrur njerëzit te të dy aspektet dhe për t'i implementuar të dy aspektet për sa e lejojnë rrethanat, që do të thotë
thrasim në kuptimin, pra ftojmë tek Zoti në kuptimin teologjik, por nga ana tjetër, për aq vend sa ka hapësirë, nuk mund ta lëm vetëm me një aspektin shoqëror dhe kolektiv. Aspektin shoqëror dhe kolektiv, as atë juridik dhe pa e korrigjuar dhe pa reformuar për ti çfarë ka mundësi aty për me u reformu dhe për me u rregullu. Çfarë nuk shkon. Sepse kjo është ajo që thot edhe Shuaibi. In uridu illa l-islaha mastatat. Pra unë kërkoj ose synoj reformim, ai sa ka mundësi. Dhe këtu Shuaibi e vendos islahun ose reformimin përkundër fesadit ose korruptimit. Pra përpjekja për me korrigju dhe me reformu një shoqëri të korruptuar është e vazhdueshme, e pandërprer dhe me aq sa ka mundësi për me u bë. Dhe këtu pastaj ai që thot Harvey këtu që këto histori shërbejnë për frakturë me sukses sot Komiteti Besimtarëve në kontekstin e tij shoqëror dhe politik. Kjo është ajo që çdo bashkësi besimtarësh më mbrapa duhet marrë si shembull për me pa kontekstin e vet duke u frymëzuar nga historitë e profetëve të mëparshëm apo edhe të vet profetit Muhammed. Sepse edhe Shuaib alayhis salam s'kishte autoritet politik. Po ndërkohë ai e korrigjoi dhe e urdhëroi shoqërinë e vet. Pra jo e këshilloi, e urdhëroi. Të paktën kur erdhi shkatrimi, shpëtoi ai dhe ata të cilët bën të njëjtën ngjasje ai. Dhe prandaj edhe ajo u frustrua shoqëria e tij për shkak të tonit urdhërues që kishin këshillat e tij. Që ishin më tepër imponimi se sa këshilla, sepse si thaj madje ato në trajt urdhërore. Ishin edhe kërcënuese me shkatrim, i cili eventualisht ndodhi. Po, jo ne këtë se kemi bë. Tani ka disa tipologji të udhëheqësve politik në historitë kuranore. Në surën Bekare, që është një sure medinase, është e mundur të shihen 4 paradigma të udhëheqjes politike në figurat e dinastisë politike izraelite, siç janë Taluti, Xhaluti, Dauti dhe profeti që konfirmon mbretërimin e Talutit dhe që nuk i përmendet emri në Kur'an, por që identifikohet si Samueli në Bibël. Profeti Samuel përfaqëson profecinë pa pushtet politik, që është analoge me gjendjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së tij në Mekë. Këtë thot Harvey. Këtë thot autori. Dhe këtë do ta diskutojmë në fund fare. Që a ngjan me Samuelin apo ngjan me Shuaibin? Me Shuaibin alayhis salam. Dauti përfaqëson profecinë me autoritet politik dhe që është e ngjashme me gjendjen e tij në Medinë, pra e profetit alayhis salam në Medinë. Taluti përfaqëson sundimin e drejtë, siç është rasti i 4 kalifëve të drejtë pas vdekjes profetit alayhis salam, pra Rashidunëve, ndërsa Xhaluti përfaqëson sundimin e padrejtë. Dhe ai që bën në Kur'an është që udhëheqësi politik i postit më të lartë të sundimtarit, kalifit, presidentit apo sultanit, mbretës si mund ta quajmë aty, nuk është vetëm burr, por është edhe gru. Dhe ky është rasti i mbretëresës së Shejbës. Dhe Harvey aty thotë që një sundimtar që të jetë një mëkëmbës i Zotit në tokë, nuk mjafton që të jetë vetëm një administrator i aftë, qoftë mashkull, siç është rasti zakonisht në Kur'an, apo qoftë femër, si në rastin e mbretëresës së Shejbës, ai ose ajo duhet të ketë cilësi të duhura personale, përfshirë një shkallë të lartë devotshmërie. Vizioni i Kuranit për Daudin është i tillë, sepse Allahu specifikisht e thot Daudit, o Daud, neve të vendosëm halife ty në tokë, ashtu si quhet Ademi halife dhe Daudi quhet halife, është i tillë ku cilësitë shpirtërore shoqërohen me pushtet tokësor, ndërsa përgjegjësitë për zbatuar ligjin i bashkohen aftësitë e nevojshme për qeverisje. Ky profet i paraprin rolit që profeti Muhammed do të luante më vonë në Medinë, thot Harvey. Në ajetin 26 të surës Saad, Allahu i drejtoi Daudit duke i thënë: "O Daud, vërtet ne të kemi bërë më këmbës në tokë, halife pra. Gjyko midis njerëzve me të vërtetën dhe mos ndiq dëshirat e tua që të mos devijosh nga rruga e Allahut." Figura tjetër në tregimin e surës Saad është djali i Daudit, profeti Sulejman. Kurani rrafën ajetin 35 të surës, lutjen e Sulejmanit kur thot: "Zoti im, më fal dhe më jep një sundim të tillë që të mos e ketë askush pas meje." Qëllimi i mbretërisë së tij nuk është përdorimi i pushtetit për hir të pushtetit, por të vepruarit për hir të Zotit me mirënjohje. Kjo theksohet në ajetin 13 të surës me urdhrin: "Punoni me falënderim o familje Daudit", dhe me fjalët e Sulejmanit në ajetin 40 të surës Neml, kur i vjen froni mbretëresës së Shejbës: "Kjo është nga bujaria e Zotit tim, që të mos provoj nëse jam falënderues apo mohues." Tani, nga një anë, historia e profetit Shuaib alayhis salam është argument për urdhërimin për drejtësi ekonomike, në një kontekst ku profetit të Zotit i mungon pushteti politik, pra në Mekë. Nga ana tjetër, Harvey thotë se historia e profetit Daud i shërben profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si parathënie historike për temat e veprimit politik që do të shfaqet në praktik vetëm në mjedisin e mundësuar nga Medina, dhe se gjendja e tij në Mekë ngjan me profetin Samuel, që nuk kishte pushtet politik.
Tani këtu ka një kundërthënie midis këtyre dy pohimeve, sepse gjendja e profetit Muhammed në Mekë është më afër asaj të Samuelit apo asaj të Shuaibit alayhis salam. Ai që duket edhe nga ajetet që i kanë zbrit profetit Muhammed për mënyrën se si kërkohet, Allahu i kërkon atij që ta adresojë shoqërinë mekase, duket më shumë që ai ngjan Shuaibit, që edhe pse nuk zotronte pushtet politik, urdhëronte shoqërinë për drejtësi. Kështu për shembull, në surën Araf, në ajetin 29, Allahu i drejtohet profetit dhe i thot: "Thuaj, Zoti im ka urdhëruar për drejtësi." Dhe ndërsa në ajetin 151-152 të surës An'am, Allahu i thot profetit: "Thuaj, mbani drejtësi kur të masni dhe të peshoni." Pra këto janë urdhra të drejtë për drejtë shoqërisë për drejtësi, ashtu si Shuaibi drejtohej shoqërisë së vet për përmbajtjen e drejtësisë ekonomike. Një ajet tjetër në surën An'am, ajeti 141, ku profeti e urdhëron shoqërinë që të japi bamirësi, hani nga frutet e tyre kur të japin fryte dhe i jepuni nevojtarëve atë që u takon ditën e vjelës së tyre. Gjithashtu, shohim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i donon padrejtësitë e shoqërisë mekase. Kështu, ai thot, ose Kurani thot, profeti thot me gjuhën e Kuranit: "Ju nuk e nderoni jetimin dhe nuk nxitni për të ushqyer të varfrit." Ajetet 17-18 të surës Fajr. Ndërsa në surën Takwir, ai donon diskriminimin që i bëhet vajzave të përsalindura, dhe në ajetin 8 thot: "Dhe kur vajza e varrosur përse gjallit të pyetet, për çfarë mëkati u vra." Gjithashtu, vetë jeta e profetit alayhis salam në Mekë është shembull se si ai u përpoq për mbajtjen, për vendosin në vend të gjërave, pra për bërjen e islahut ose reformimit, përkundër korruptimit. Dhe një nga histori shumë e famshme në Mekë është historia kur një tregtar që kishte një borxh për të marrë nga Ebu Xehli shkon te paria mekase që t'i marrin borxhin, dhe ato në mënyrë që ta venin në pozitë vështirë profetin alayhis salam, i thonë atij borxhir shko se ta merr Muhamedi borxhin. Dhe momentin që ai shkon te profeti shkon bashkë me të te Ebu Xehli dhe i bin derës, dhe për habin e gjithë aty në personave që i kishin ndjekur ngjarjen për me pas se si do ta kishte trajtonte Ebu Xehli profetin alayhis salam, Ebu Xehli kthehet në shtëpi dhe i jep borxhin, ja kthen lekët, dhe kur ato e pyesin që pse ja dha lekët, ai tha sepse pas ti profetit pra ishte një devej që ishte gati të më gëlltiste nëse unë nuk do t'ja kthea lekët. Dhe ky është pra një rast i vendosjes drejtësi me dorë nga profeti alayhis salam, aty ku kishte hapësirë dhe mundësi, një ringjallje pak të futulit, sepse është një rikuperim borxhi nga një person me pozitë, i cili një tregtari nuk i jep atë që i takon. Tani pas gjithë këtyre konsideratave, pyetjeve është që çfarë qëndrimesh publike për ndërtimin e një shoqërie të drejtë mund të mbajnë muslimanët në një kontekst si ai i Shqipërisë. Si mund të nxjerrim mësimet e duhura nga historitë profetike të Kuranit. Një ajet në surën Ali Imran, që është ajeti numër 21, thot: "Me siguri, ata që i mohojnë ajetet e Allahut, vrasin profetët pa të drejtë dhe vrasin njerëzit që urdhërojnë për drejtësi, pra një grup tjetër njerëzish krahas profetëve, lajmëroi për një dënim të dhimbshëm." Fakhruddin Razi në tefsirin e tij për këtë koment thot: "Ky ajet tregon se ai që urdhëron të mirën dhe frenon të keqen në kohë frike, pra që nuk e ka kaq kollaj ta bëj këtë, statusi i tij në madhështi është pranë atij të profetëve." Është transmetuar se një burr i drejtuar të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha: "Cili xhihad është më i miri?" Ai i tha: "Xhihadi më i mirë është një fjalë e vërtetë në prani të një sundimtari tiran." Që do të thotë, pyetja që ne duhet ja bëjmë vetes dhe njëri tjetrit është që kur t'i ftojmë njerëzit në davetin ton për tek Zoti, do ta bëjmë këtë davet me 2 dimensione apo vetëm me 1? Do t'i ftojmë vetëm tek njëshmëria e Allahut në adhurim, apo duhet ja paraqesim atyre dhe imponimet që vijnë nga tekstet kuranore, qoftë mekase dhe medinase, për përmirësimin dhe për le të themi ndryshimet aty ku ka hapësirë për gjanave rreth gjërave që nuk shkojnë në shoqëri. Dhe minimumi parashtrimi i kësaj pyetje është diçka që meriton që ne ta marrim seriozisht dhe të përpiqemi të japim përgjigje.